Rreshtet e shiut dhe kushtet e paqëndrueshme atmosferike që kanë përfshirë vendin kanë bërë që në 24 orët e fundit situata të përkeqësohet në dy bashkitë malore, atë të Pukës dhe të Fusharzit. Në Fusharës ka shkarje dherash, gurësh dhe vërshime ujë në rrugët rurale, duke vështirësuar qarkullimin, si dhe ndërprerjet e energjisë elektrike në disa fshatra. Ndërkohë në bashkinë e Pukës ka dëmtime në rrugët rurale të njësisë Xhexhan dhe Lufçerret, rrëshitje trupash rruge dhe shëmbje skarpatash. Në 24 orët e fundit nuk raportohen probleme sa i përket funksionimit kanaleve të kullimit argjinaturave dhe digës së rezervarit të Shtodrit. Nivelet e lumejve Bun, Drin, Kir, Gjadër dhe prurjet në përrejn kryesor janë në kuotat e riskut, ndërsa hidrovori i Velipojës dhe i Qasit janë në gatishmëri dhe punojnë normalisht. Në qarkun Lezhë, në Shënkoll, po punohet intensivisht për mbylljen e qarjes argjinaturës së Bajinit, ku forcat armatosura kanë dislokuar mjetet të rënda dhe varka për parandalimin e përmbytjeve të fushës së bregut të Matës. Në Shëngjin është punuar për largimin e ujit nga oborret e shtëpive, pallateve dhe hoteleve me 10 forca nga forcat armatosura, 3 automjete, 3 pompa dhe 11 forca bashkiake. Ndërsa në Kurbin dhe Mirdit po punohet për pastrimin e rrugëve dhe riparimin e urave. Ekipet e emergjencave ndodhen në terren në ndihmë të banorëve, shtëpit e të cilëve rrezikohen nga rrëshqitjet. Në qarkun Kukës, subjektet kontraktore po pastojnë gurët dhe inertet në rrugët nacionale për të mbajtur akse të kalueshme, ndërsa në Ujmisht dhe Zapot po punohet për hapjen e rrugëve të bllokuara nga rrëshqitjet. Në Has po vlerësohen dëmet në urën e dëmtuar. Në qarkun Shkodër, në Shal, është hapur segmenti Theth Ndërlysaj, ndërsa në pjesën Ndërlysaj Breglumi, ekipet vijojnë punën për zhbllokimin e rrugës së mbuluar nga rrëshqitje. Ministria e Mbrojtjes dhe Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile mbeten në monitorim të pandërprerë dhe në gatishmëri për ndërhyrje të menjëhershme në rast të përkeqësimit të situatës.